Është finalizuar me sukses operacioni Sheldia për kapjen e 2 shtetasve të shpallur në kërkim të dyshuar si autor të kultivimit të 400 bimëve narkotike. Policia ka vënë në pranga 2 vëllezërit, ndaj të cilëve gjykata kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, në vijim të një hetimi të ndjekur me metoda proaktive dhe në bashkëpunim me prokurorin, siguruan informacion dhe prova për autorët të dyshuar të bimëve narkotike në fshatin Sheldi. Bazuar në këto prova, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 2 vëllezërit. Në kuadër të operacionit policor të koduar Sheldia, u kapën dhe u vunë në pranga F, 28 vjeç dhe MF, 20 vjeç, banues në fshatin Sheldi. Nga hetimet dhe veprimet në terren, rezulton se F dhe MF dyshohen si autor të kultivimit të 400 bimëve narkotike, të zbuluara nga shërbimet e policisë gjatë operacionit kombëtar të koduar Koordinata, me datë 29/4/2025 në fshatin Sheldi. Materialet procedurale janë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.